إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Në بإذن الله تعالى do vazhdojmë me këtë libër madhështor al-Muharrar fil Hadith të autorit Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah. Dhe në mësimin e kaluar domethënë përfunduam librin e namazit dhe ato domethënë kapitujt që kanë lidhje domethënë me çështjen e namazit dhe po ashtu edhe para librit namazit, para kitabu salah, ishte edhe kitabu tahara, libri I pastërtisë. E tash pas kitabu salah vijon domethënë kitabu zeka, libri I zeqatit, libri domethënë I zeqatit. Dhe pa dyshim domethënë se këtu ka të bëjnë domethënë me shtyllat e Islamit, njerë domethënë namazi, tash zekati, pastaj po ashtu edhe agjerimi, haxhi. E njeriu duhet me pas kujdes, sidomos për detajet domethënë e këtyre shtyllave dhe zbatimi I tyre në mënyrë të përpikt sipas sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka shumë rëndësi sepse është kusht që të pranohet ajo vepër tek Allahu subhanahu wa taala dhe prandaj domethënë është shumë e rëndësishme që njeriu her pas her domethënë të kthehet te ato mësime me I përsërit, edhe kështu domethënë me I pas të freskëta, e aq më mirë është domethënë edhe me bë një përmbledhje të shkurtër për veten e tij, domethënë përmbledhje personale, që kur duhet nesër çështja e abdestit, domethënë çështjet e namazit, e udhëtimit, e shkurtimit, e bashkimit, e çështjet e domethënë namazit xhenazeve, si varoset xhenazia, si lahet xhenazia, e kështu me radhë domethënë sunnetet para drekës, mas dreke, ato të ikindis, ato të akşamit, të gjitha domethënë këtë me I pas si lloj përmbledhje ku njeriu mundet domethënë t'i referohet asaj përmbledhjes, edhe kështu ta rifreskojnë domethënë dijen e tij, sepse dituria nuk kuptohet domethënë atë kuptim që ti çdo herë domethënë me mësu diçka të re, po edhe atë që e ke mësu ta repetojsh, ta përsërisësh, ta rifreskosh. Edhe kjo është rruga e dietarëve. Kjo është rruga domethënë e dietarëve barakallahu fikum që me bë përsëritje. E tash jemi te kitabu zeka, te libri I zeqatit, që zeqati është domethënë shtylla e tretë të Islamit. Shtylla e tretë domethënë të Islamit dhe në shumë ajete në librin Allahut subhanahu wa taala zeqati përmendet bashk me namazin. Në shumë domethënë ajete ku vjen urdhri për zbatimin e namazit, vjen po ashtu edhe urdhri për dhënien e zeqatit. Po ashtu kanë thënë dietarët dhe këtë e kanë marrë ata domethënë nga tekstet e Kur'anit dhe të sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, se dhënia e zeqatit është shenjë të devotshmërisë dhe imanit. Domethënë çitja e zeqatit, dhënia e zeqatit është shenjë prej shenjave të devotshmërisë dhe të imanit. Dhe është po ashtu prej shkaqeve që njeriu me shiju ëmbëlsinë e imanit. Është prej shkaqeve domethënë që njeriu domethënë me e shiju ëmbëlsinë e imanit. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Domethënë dhe faleni namazin dhe jepeni zeqatin
dhe atë që e jepni për vetët tuaja prej hajrit, do e gjeni atë tek Allahu subhanahu wa taala. Ato lëmoshat, ato sadakat, ato zeqate që jepni në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ato do e gjeni në si shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu, kur flasim për zeqatin, thot dietari i madh Sheikh Zejdi rahimahullah, se zeqati në kuptimin gjuhësor, në kuptimin linguistik, e ka kuptimin rritje dhe shtim. Rritje dhe shtim. Kurse në kuptimin terminologjik, e ka kuptimin është një pasuri, ose e ka definicionin e asaj, në definicionin në terminologjinë e saj, është një pasuri e caktuar, që nxirret në një kohë të caktuar për një kategori njerëzish të caktuar, me qëllim, me nijet. Nëse e bën si adet, nuk shpërblehesh, se është ibadet Për ibadetin patjetër duhet me qenë me nijet, me ikhlas ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe me qenë në sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një pasuri të caktuar, që nxirret në një kohë të caktuar po ashtu, dhe për njerëz ose për një kategori njerëzish të caktuar, duke pas niyetin për kënaqësinë dhe fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Ato kategoritë e njerëzve që u takon zekati janë përmendur në Kur'an, dhe ato janë 8 kategori. Janë 8 kategori. Dhe në bazë të kësaj, ti kur i kupton këto 8 kategori, edhe vjen dikush, edhe e qit zekatin, ose e shpërndan zekatin, jashtë këtyrve 8 kategorive, atër ti e kupton sa e bën kjo shpërdorim. Ju duhet ta kuptoni se ka njerëz për shembull, ndoshta u ka ra juve, awami sidomos, ai e di se ka zekatin obligim, dhe ndoshta edhe me vite se ka qit, edhe bie rasti që ndërtohet nakun një xhami. Ndërtohet një xhami dhe thot, a bën me qit zekatin për çkit xhami? Që në njëran anë duket shumë e madhe ndoshta. Jep ndoshta 10.000 euro, ose 5.000 euro, dhe njerëzit mahniten, dhe ndoshta ja shkruajnë emrin nakun te hyrja e xhamis. Ktu i thuhet jo, sepse nuk hyn në këto 8 kategori. Prandaj duhet të mësosh njëherë këto 8 kategori, pastaj e din a takon, a nuk i takon. Disa për shembull si Ikhwanul Mufsidin, si Jusuf Qardawi që është prej kokave të Ikhwanul Musliminve, ata paratë e zeqatve i kanë keshpërdor për çdo lloj mjet që ata kanë përdor, për radiot e tyre, për gazetat e tyre, për lloj keshpërdorime kanë bërë. Prandaj do të njeriu me mësu këta dhe pastaj me ditë a hyn ai person në këtë kategori të njerëzve ose nuk hyn edhe nuk i takon atëherë. Kategoria e parë është të varfërit. Ata që janë të varfër. Dhe i varfër quhet ai njeri që ka diçka, që posedon diçka, po nuk ka me shty as gjysmën e mujt. Ai ka një rrok, për shembull, 300 euro, 400 euro, po me atë rrok nuk mundet as gjysmën e mujt me shty, me e kalu. Këtyrve u takon në zekati, me u adhën. Kategoria e dytë janë mesakin, nevojtarët. Nevojtarët janë ata që kanë ma shumë se fukarat, po nuk kanë ta kalojnë muajin të tërë. Për shembull, ai ka ma shumë se për 2 javë. Mundet për shembull me rrogën që e merr, me i kalu 3 javë ditë. 3 javë ditë e gjymës. Ama nuk mundet krejt muaj me e kalu. Ati ti takon zeka. Dhe nuk bën me thënë jo, po ai punon. Po ai punon, ama nuk i mrin Nuk i del nuk i del rroga që e fiton. Atëherë ajo është njëri prej atyre kategorive. Kategoria e tretë është ata që angazhohen me mbledhjen e saj. Dhe këtu u acakton në prijesi pushtetari atyre rrogën. Pastaj kategoria e 4
Atyrve që duhet t'u lidhet zemra. Ka njerëz domethënë kanë dobësi në imanin e tyre e kështu me radhë, atëherë që t'u lidhet zemra atyrve janë domethënë një prej kategorive që mundet t'u jepet zekati. Kategoria e 5 për lirimin e sklevrëve. Për lirimin e sklevrëve. Nëse do një, domethënë prej muslimanëve është ka ra sklav, atëherë domethënë bën me i dhënë prej pareve të zekatit që ai të lirohet. Që ai domethënë të lirohet. Kategoria e 6 borxhlive. Ata që kanë domethënë në borxh. U takon po ashtu domethënë në dhënia e zekatit. Kategoria e 7 në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe këtu Imam Uthejmini rahimullah kur ka folë domethënë për kategoritë e zekatit, edhe kur është pyetur në lidhje me ata kërkuesit e dijes, talibul ilm, ka thënë hyn domethënë në këtë kuptim në rrugën e Allahut, domethënë t'i jepet një nxënës dije që kërkon domethënë në sheriatike. Dije, domethënë me kuptim sheriatike. Nëse ajo është nxënës për shembull mjeksi, mëson për shembull, ose diçka tjetër, ndërtimtari, inxhinier, nuk hyn domethënë. Vetëm ata domethënë që kërkon dije sheriatike. Vet kategoria e 8 dhe e fundit është udhëtarit në nevojë. Udhëtari i cili është në nevojë. Që ndoshta domethënë ai ka në vendin e tij, po gjatë rrugës i kanë ndodhur diçka dhe janë harxhit parët, edhe nuk ka mundësi të kthehet në vendin e tij, i takon domethënë të jepet prej parave të zekatit. Saj domethënë të kthehet në vendin e tij. Dhe më kujtohet njëherë kjo për udhëtarin në nevojë, kishte disa nxënës të Gjermanisë në Medinë, dhe ishin nisur për në Riyadh, dhe gjatë rrugës u ishte prish makina. Edhe për me bo makinën kujti 2.000 euro e tepër, kishin pas kosto. Edhe ishin nalë një fshat, do thonë mes Riyadhit edhe Medinës ka shumë pak qytete, do thonë gati hiç, është shkretir dhe disa fshatra kështu tek tuk. E ishin nalë aty, i kishin pranuar ata njerëzit të shtëpitë e tyre për sabajin, kur i kishin fal sabajin, u kishin ardhur dhe u kishin dhënë të gjithë parët që u duhen për ta bënë makinën. Do thonë shkon, këta njerëz e kuptojnë, do thonë jo me fjalë, jo pretendime, vepra barakallahu fik. Dhe kjo është për edukatës që ata njerëz domethënë janë edukuar me tauhid, janë edukuar me sunnet, janë edukuar me dije, që ta zbatojnë Islamin domethënë në praks, në realitet. Se ky Islam ka realitet, nuk është vetëm me pretendime dhe teori. Patjetër është domethënë ta zbatojsh. Pastaj ka thënë autori Ibn Abdul Hadi rahimahullah kapitulli i parë, babu fardhi zakati wa maqadiriha, kapitulli obligimi i zakatit dhe sasitë e tij. Obligimi i zakatit dhe sasitë e tij. Hadithi i parë, i cili është në renditje këtij librit, hadithi 566, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم متفق عليه ولفظ للبخاري. Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma transmeton se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e dërgoi Muadh ibn Jabal në Yemen. E dërgoi si thirrës dhe i tha, e mësoj, e përgatiti se çështjen e parë që do i thrasish i është çështja që ata të dëshmojnë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe se unë jam i dërguari i tij, i Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thonë çështja e parë tauhidi.
Kjo është baza e bazave. Që këto tjerat, bazat, shtyllat tjera, domethënë të janë të vlefshme dhe të pranueshme tek Allahu subhanahu wa taala, patjetër kjo bazë duhet të jetë në rregull. Domethënë çështja e tauhidit. Pastaj, nëse ato të binden ty, ta pranojnë këtë thirrje, dëshmojnë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahu subhanahu wa taala, atëherë kur të binden, kur ta pranojnë këtë, kur ta mësojnë, kur ta kuptojnë mirë, atëherë tu mësojsh se Allahu subhanahu wa taala u ka bërë 5 namazë gjatë ditës dhe natës obligim. Do thoni kanë 5 namazë obligim në kohë të caktuar, brenda ditës dhe natës. Nëse edhe këtë ta pranojnë shtyllën e dytë të islamit, atëherë shtylla e tretë do u mësojsh atynve, do u tregojsh, do u përcjellësh atynve se Allahu subhanahu wa taala u ka bërë obligim zakatin në pasuritë e tyre, që merret nga njerëzit që kanë pasuri, nga pasanikët, dhe u jepet të varfërve, dhe ky hadith thosh në Buhari dhe Muslim, por këtu teksti që ka sjell Ibn Abdul Hadi është teksti i Buhariut, është teksti domethënë i Imam el-Bukharit rahimahullah, dhe ajo shtesa Sheikh Zejdi rahimahullah ka përmend këtu, ajo shtesa ku i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në fund, wa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijab. Domethënë i thot në fund pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe ki kujdes në lidhje domethënë me pasuritë e tyre të vlefshme ose pasuritë fisnike. Dhe ki frikë domethënë në lutjes së atij që është bërë pa drejtësi, sepse mes atit ose mes lutjes së tij dhe Allahu subhanahu wa taala nuk ka perde, nuk ka domethënë pengesë, nuk ka pengesë. Këtu thot Sheikh Zejdi rahimahullah se kur e dërgoi pejgamberi alayhi salatu wasalam Muadhin radiallahu anhu në Yemen, domethënë e udhëzoi dhe rekomandoi domethënë me i thras njerëzit në shtyllat e islamit, që fillimisht janë e shahadetein, domethënë dy dëshmit domethënë la ilaha illallah wa Muhammedun Rasulullah, që kjo përmbledhja e kësaj la ilaha illallah wa Muhammedun Rasulullah është, thotë Sheikh Zejdi rahimullah, pjesa e parë la ilaha illallah, që domethënë të gjitha llojet e ibadeteve të bëhen vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Dhe pjesa e dytë Muhammedun Rasulullah përmblidhet domethënë se njeriu e ka obligim dhe detyrë me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj domethënë vjen çështja e namazit, e pastaj domethënë vjen çështja domethënë e zakatit. Çështja e zakatit domethënë me llojet e saj ose përsendet për pasuritë për të cilat domethënë njeriu duhet me nxjerr zakat, siç janë bagëtit, drithrat, frutat, fidda, ari ose argjendi, e kështu me radhë, dhe sasia po ashtu. Dhe domethënë edhe sasia, të gjitha ato domethënë janë të caktuara në librin Allahu subhanahu wa taala dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj hadithi i radhës që përmend këtu Ibn Abdul Hadi rahimahullah është hadithi Anas ibn Malik radiallahu anhu anna Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu lamma stukhlifa kataba lahu hina wajjahahu ila al-Bahrain. Transmeton Anasi radiallahu anhu se kur u bë Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu khalifja muslimanëve pas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam, e çoi Enesin radiallahu anhu Abu Bakri në Bahrein. Në Bahrein domethënë është ajo domethënë pjesa
ku kapet sot pjesa e Katarit, pjesa e Bahreinit, pjesa e Kuvajtit, pjesa e Emirateve, domethënë ajo pjesa në atë domethënë rajon e dërgoi Ebu Bekri radiallahu anhu Enesin për me mbledh zekatin. Dhe kur e çoi në atë vend, i shkrujti një letër. Edhe i tha, edhe në atë letër, wa kana naqshul khatimi thalathatu astur. Dhe në të ishte domethënë në atë letrën ku ishte domethënë e caktuar se si të mirret zekatin prej bagëtive, prej deveve, lopëve dhe deleve, ishte i vulosur domethënë me unazën domethënë që ishte e shkruar domethënë Muhammed Rasul Allah. Muhammed Rasul Allah. Disa prej dietarëve kanë thënë se poshtë të unazës Muhammed, në mes Rasul, si për nalt Allah. Kanë thënë. Po Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, kur ka fol për këtë mesele në Fethul Bari, ka thënë domethënë nuk ka diçka prej tekstit që duket qartë se me të vërtet ka qenë kjo renditja. Dhe nuk ka pengesë që me qenë domethënë edhe domethënë Muhammed Rasul Allah. Kjo do thonë nuk nënkuptohet këtu domethënë si lloj nënvlerësim për Allahun subhanahu wa taala. Sepse vjen për shembull ka ajete që pas domethënë emrave të pejgamberëve ose diçka tjetër përmendet emri Allahut, ose në fund të ajetit përmendet emri Allahut. E nëse kjo do ishte ndonjë mangësi ose domethënë nënvlerësim në lidhje me tauhidin e Allahut subhanahu wa taala, kjo siç të ardhur në librin e Allahut subhanahu wa taala, i cili është fjala e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk është i krijuar. Por është shpallje për Allahut subhanahu wa taala. Prandaj domethënë kjo çështja e se si ka qenë aty domethënë te unaza, ajo vula pasaj që është vulosur letra, nuk ka domethënë a ka qenë tash Muhammed poshtë, pasaj Rasul në mes edhe Allah nalt. Kjo domethënë nuk ka ndonjë ndikim. Pastaj ka fillu letrën Ebu Bekri radiallahu anhu me Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Edhe kështu ka qenë suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me i fillu domethënë letrat, shkrimet me besmella. Edhe me njëherë shohim domethënë pasi që është bërë Ebu Bekri radiallahu anhu khalifja e muslimanëve, e ka zbatu këtë sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë edhe në këto çështje që ndoshta disave mundet të duket domethënë çështje domethënë të vogla, por sahabët ridwanullahi alehim e në kryet atynve khulafa ar-rashidin al-mahdiin, e në kryet atynve Abu Bakri radiallahu anhu, kanë qenë domethënë të përpikt që mos me lishu asgjë nga asaj që ata kanë mësuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thënë domethënë Bismillahirrahmanirrahim, hadhihi faridatu sadaqati allati farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-muslimin wallati amara Allahu biha rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka fillu letrën se ka thënë se këtu është domethënë obligimi për zekatin që ua ka caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muslimanëve, për të cilën ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala të dërguarin e tij. Famen su'ilaha min al-muslimin ala wajhiha falyu'tiha. Ai i cili prej muslimanëve i kërkohet në këtë mënyrë, në këtë formë, siç është ardhur në Kur'an dhe Sunet, le ta jep. Do të kujt i kërkohet zakati nga pushtetari në atë mënyrë se si ka ardhur në librin Allahut subhanahu wa taala dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, le ta nxjerr. Wa men su'ila fawqaha fala yu'ti. E kujt i kërkohet diçka më tepër ose jashtë kësaj, le të mos jep domethënë. Po obligimi është domethënë në bazë të asaj që është domethënë në librin Allahut subhanahu wa taala dhe suneti pejgamberit
sallallahu alaihi wasallam. Pastaj fillon domethën ajo ndarja e zakatit. E fillimisht e ka fillu domethën me devet. Domethën i ka ndajt ose e ka caktu zakatin për devet. Pse për devet fillimisht? Sepse kjo ka qenë ajo pasuria më e përhapur në mesin e arabëve. Më së shumti domethën kanë pas dele, kanë pas edhe lop, po zakonisht domethën kanë pas më shumë deve. Sepse lopët barakallahu fikum në ato vende të shkretirës se lopa han shumë barë. E kjo është domethën prej urtësisë, subhanallahu, që Allahu Teala ka caktuar domethën në ato vende me qenë deveja që ma shumë është përdorur edhe ma shumë domethën ka qenë e dobishme për njerëzit atyre rajonëve. Njëherë ka thënë njëri se deveja është domethën si anije në shkretir. Si anije domethën. E në me të vërtet kush mendon rreth deves se si e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, që krijimi i saj është përmendur në Kur'an, a nuk e shikojnë deven domethën se si është e krijuar? Është përmendur para krijimit domethën të qiellit dhe të tokës dhe të maleve, që aludon domethën për madhështinë e saj. Edhe kush domethën edhe çështja e qumshtit, edhe çështja domethën e syve, edhe çështja e veshëve, edhe çështja e këmbëve poshtë, krejt domethën është domethën diçka që e mahnit njeriu, nëse pak mendon. Atëherë, do të thonë këtu tash përmenden shumë numra. Shumë numra, këto vëndër do ju sojsh inshallah. Edhe do përfitojmë ne prej teje bidhnillah. Se për ndryshe pse të kena bo vëndër. Allahu të rujt. Do me thonë, të devet, nis do me thonë vlera ose pasuria që e mrin do me thonë nga 5 deve. 5 e sipër. Deri 4 deve nuk ke do me thonë për me dhënë zeka. I ke 4, i ke 3, i ke 2, nuk ke do me thonë detyr për me qitë për ato zeka. Për vetëm se është përmendur në këtë do me thonë në këtë shkrimin këtu, në këtë letrën e Abu Bekrit radiallahu anhu, për vetëm se illa yasha rabbuha, për vetëm se nëse do me thonë zotriju, poseduesi i atyrve bagëtive, qofshin ato do me thonë këto devet, ose delet, ose kështu me radhë. Për vetëm se nëse ai do, nga vetja e tij mundet me dhënë do me thonë sadaka për to. Ama nuk e ka do me thonë obligim. Por fillon çështja do me thonë nga 5. Do me thonë, nga 5 deve, deri 9 deve, jepet do me thonë një dele. Kur i ka njeriu 5 deve, deri 9, e jep një dele. Pse një dele e jo deve? Se pasuria e tij, do me thonë, prandaj Imam el-Albani rahimahullah ka thënë, po i pan qafirat këto të bukurit të islamit, do kishin hyrë në tufen në islam. Do kishin hyrë, do më thonë, me tufen, sepse kjo është prej bukurive dhe drejtsive të kësaj fejes të përsosur. Shiko do më thonë, se ai pak i ka deve, 5 i ka për shembull, sa i ka bo 5 deve, që llogaritet pasuri për zeka, po e dha një aj, mbetet me 4 pastaj. I zvoglohet pasuria. Atëherë që mos dëmtohet ai, nuk qit deve për zeka, po qit do më thonë një dele. Kjo do më thonë deri 9. Nga kur e mrin numrin 10, i ka 10 deve, deri në numrin 14, i qit do më thonë 2. I qit do më thonë 2 dele. Nga numri 15, deri numrin 19, kur i ka do më thonë 15 deve,
ose 16, ose 17, ose 19, atëherë e qitë do më thonë 3 dele. 3 dele do më thonë për ato deve. Kur emrin numrin 20, deri numrin 24, i qitë 4 dele. Qitë 4 dele do më thonë. A i ka tash 21, 22, 23, 24, do thonë brenda këtyrve numrave nuk lund do një rol, do thonë nuk ndryshon. Për shembull çkit vit, ta zem për shembull çkit vit i ke pas 20 deve. Vitin tjetër edhe i ke qit për ato 20 deve, do më thonë i ke qit 4 dele. Vitin tjetër i ke bo 22 deve. Prapi qit do më thonë 4. Nuk duhet të iritohesh, do më thonë, dhe të mendojsh, jo po tash kam 22. Po, i ke 22. Pra pije do më thonë brenda atit numrit ku jepet vetëm 4 dele do më thonë për atë numër do më thonë të caktuar të deveve. Do më thonë deri numër 24 i qit njeriu do më thonë posedues e zotria atyrve deveve i qit 4 dele. Pastaj, kur kalon numri në 25, kur njeriu posedon 25 deve, deri në 35, do thonë brenda këtyrve numrave, nga 25 deri 35, atëherë duhet do më thonë me qit bint makhad, që është do më thonë deve, do më thonë femër, untha, që është do më thonë femër, dhe që e ka plotsu një vit. Do thonë, është femër dhe e ka bërë një vjet. Atëherë, kjo qitet, kur i ke për shembull 25, ose 26, ose 33, 34, deri 35, qitet do më thonë një deve, atëherë deve do më thonë, maron puna e deleve. Atëherë del do më thonë se pasuria është shtutash, i ke 25, 27, 30 deve, atëherë qitet do më thonë një bint makhad, e cila është do më thonë një deve femër që e ka plotsu një vjet. Bint makhad, pse është quajt bint makhad? Sepse nëna e saj është shtatzana. Edhe shikoni arab do më thonë si nuk quhet do më thonë kot ashtu këta emra do më thonë lidhen do më thonë në do një shkak. Jo veç deve kjo, 1 vjeçare, 2 vjeçare, jo, bint makhad, edhe arapi e kupton do më thonë. Prandaj, këtu edhe kuptojmë ka njëherë në rastet të tilla do më thonë bukurin dhe madhështinë e kësaj gjuhës, gjuha arabe. Edhe atëherë kuptojmë do më thonë shkaku pse Allahu subhanahu wa taala e shpalli Kur'anin në këtë gjuhë, në gjuhën do më thonë arabe. Pastaj, nga 36 deve deri 45, atëherë jipet do më thonë bint lebun do më thonë ajo që është prap untha, që është femër, dhe që i ka plotsu 2 vjet. I ka bo do më thonë 2 vjet të plota. Sepse tash është pasuria ma e madhe. Shikoni do thonë si pas pasurisë edhe zekati. Në bazë pasurisë edhe zekati. Pse është quajtur bint lebun? Sepse nëna e saj ka qumësht. Nëna e saj do më thonë në posedon ose ka do më thonë në qumësht. Nga numri 46, do thonë 46 deve, deri në 60, jipet do më thonë hiqqatun. Hiqqatun është do më thonë ajo deve e cila i ka plotsu 3 vjet. Dhe ka hy do më thonë në vitin e 4. Do të ka bo 3 vjet do më thonë në të plota. I ka bo do më thonë në 3 vjet të plota. Pse është quajtur hiqqatun? Sepse kur i ka bo 3 vjet, po, atëherë ajo do më thonë është e gatshme, ose i ka mundësit
që me transportu me të, ti hypish asaj. Do më thonë, kur i thuhet arapi, hadhi hiqqatun, atëherë duhet me kuptu se kësaj mundesh ti hypish edhe me ecë me të edhe me mbarë të shumë radhë. E nëse thot, ajo e para bint Makhad, edhe ti ton me transportu, atëherë shkatron ndoshta. Se ti menon deve për neve njerëzit e gjuhës kështu. Kjo është gjuha. Kjo është baza e gjuhëve. Sipas kësaj gjuhës orientojnë gjuhët tjera. Jo, kjo gjuhë madhështore e Koranit dhe Sunetit të orientohet në gjuhë tjera, barakallahu fikum. Nga numri 71 deri 61 deri 75 qitet do më thonë gjedhatun, gjedha që do të thotë do më thonë se kjo gjedha i ka plotësuar 4 vjet të plota. Edhe është quajtur kështu do më thonë se i ka piku do një dhemb. Dhombi do më thonë, do njëni i ka ra do më thonë. Prandaj do më thonë e kanë quajtur arab gjedhatun. Do thonë kjo nga 61 deri 75. Do thonë tash ai ke 63, 67, 70, 71, 74 deri 75. Qit do më thonë në gjedhatun. Po përmendet këtu në hadith, për shembull dikush s'ka me qitë gjedha. E ka për shembull hiqqa. Çka bon ai atëherë? Atëherë, ai bledhësi i zekati ja pranon atë që është ma e vogël, po duhet ai me shtu diçka do më thonë. Ose derahim, ose për shembull dele. 2 dele, 3 dele kështu me radhë. Thonë, shikoni edhe këto që sene janë do më thonë të caktuara në fen tonë. Janë të caktuara do më thonë, edhe prandaj barakallahu fikum, nuk mundet një njeri do më thonë, që nuk ka shkruajtur dhe nuk ka lexuar këto sende do më thonë kështu në këtë mënyrë precize mi caktu. Se pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka pas të ndaluar me të mësojnë me shkrujt edhe me lexu. Që tit argument kundër armiqve të islamit, që mos thojnë nesër se ai vetë ka trillu këtë Koran dhe Sunetin, që është shpallje nga Allahu subhanahu wa taala po ashtu. Edhe shikoni këto sende, do të thonë këto imci dhe këtë precizitet. Barakallahu fikum. Pastaj nga numri 76 deri 90, do më thonë, atëherë e qitë do më thonë 2 do më thonë binta labun. 2 do më thonë binta labun. Nga numri 91 deri në numrin 120 i qitë do më thonë hiqqatan. 2 do më thonë hiqqatan i qitë. Pas këtij numrit tash, mas numri 120, atëherë në çdo 40 ma shumë që shtohet, qitet ka një bint labun. E çdo 50 që shtohet numri, ma shumë do më thonë 120 plus 50, atëherë qitet edhe një hiqqa. Do thonë deri këtu këta që kanë qenë këto, për shembull deri 120 këto hiqqatani qit, edhe plus nëse i ka për shembull tash ta supozojmë i ka 170 deve. 170 do më thonë në deve. Atëherë do më thonë në i qit 3 hiqqa. Sa i 2 duhesh deri 120, pastaj 50 i ka shtu do më thonë, atëherë i qit do më thonë në 3. I qit 3. E kështu do më thonë duhet të me e llogarit do më thonë bazë të kësaj. Pastaj sa i përket lopëve, deri në numrin 30, nuk ka do më thonë, deri në numrin 29 realisht.
numri 29, nëse i ka dikush domethënë 29 lop, nuk ka zeqat për to. I ke 29 lop, nuk ka zeqat. Kur e mrin numrin 30 të lopëve, atëherë domethënë na atëherë domethënë duhet me qit një tabi'un au tabi'atun. Tabi'un që do të thotë domethënë na është që e ka plotsu një lop ose një viç, e ka plotsu domethënë një vit. Edhe pse quhet tabi'un mashkulli ose tabi'atun ajo femra, sepse zakonisht ajo e ndjek nënën e tij ose e saj. Do të thonë ai viçi që ka një vjet s'në ec vet shumë domethënë, po kukullot nëna e tij edhe ajo lëviz aty domethënë në atë vend. Atëherë domethënë nga numri 30 prej lopëve deri numrin 39 jepet domethënë kjo tabi'un, që është domethënë një viç, një lop që ka një vjet të plot. Domethënë prej 30 deri 39. Kur e mrin numrin 40 të lopëve, i ke 40 lop, deri në numrin 59. Brenda këtij numri domethënë nga 40 deri 59 domethënë jepet musanna. Musannatun është ajo e cila domethënë i ka 2 vite të plota. Do të thonë se tash është pasuria më e madhe. Mbas se pasuria është shtuar, edhe ajo lopa ose viçi që duhet të qitet për zeka, duhet më i madh me qenë dhe më me vlerë. Që është domethënë në 2 vjeçar. Që është domethënë në 2 vjeçar. E nëse nga numri 60 i ke mri domethënë i ke posedon 60 lop, atëherë qitet domethënë 2 tabi'un. Domethënë tabi'an, 2 tabi'an domethënë 2 lop ose viçna që kanë ka një vit, që kanë ka një vjet, domethënë 2 i qit. Se tash i ke 60. E pastaj si për 60-ës, në çdo 3 vjet kur shtohet domethënë i ke tash për shembull i ke bën 90. I ke 90 lop. Atëherë i qit çka? 3 viça ose lop ka një vjeçar që janë. E nëse i ke bën 100, i ke 100 lop. Atëherë i qit domethënë 2 që janë ka një vjeçar edhe një që është 2 vjeçara. Se është 40, 60, pastaj 40 domethënë ajo se ke 40 musanna. Kur shtohet domethënë numri 30, çdo 30, nëse i ke bën për shembull 120. Këtu ka 2 mundësi. Ose i qit domethënë 4 ka 1 vjeçar, ose 3 domethënë ka 2 vjeçar. Kjo domethënë vetë duhet me caktu pronari domethënë e asaj pasurisë, ose 4 të asaj, ose 3 domethënë prej musanna. Pastaj te çështja e deleve. Delet, numri i parë që e kap njeriu me dhënë zeka është 40. 40 dele. Kur i bën njeriu domethënë 40 dele, deri në numrin 120, i ke domethënë 40 dele, i ke bë. Atëherë duhet me dhënë 1 dele për ato. 1/40. Kjo është domethënë 1/40 domethënë. I ke 40 dele, 1 duhet me qit. Deri numri 120. Domethënë i ke 70 dele, 80 dele, 90 dele, 110 dele, 119 dele, 120 dele, 1 qitet. 1. Edhe prandaj tash domethënë këtu në hadith ka ardhur ku thot Ebu Bekri radiallahu anhu në porosinë e tij në atë shkrimin, wala yujma'u bayna mutafarriqin wala yufarriqu bayna mujtami'in khashyata sadaqa. Domethënë nuk bashkohen të ndarat, e as nuk ndahen të bashkuarat nga frika e zakatit. Për shembull, ka njerëz që nuk i frikson Allahu subhanahu wa taala, i kanë të dyjat ka 40 dele. Atëherë, secili duhet tash ka 1 me qit. Ama kur vjen mbledhësi i zakatit, ata i bashkojnë, i bëjnë 80. Atëherë qesin vetëm 1. Po, ka njerëz që bëjnë këtë.
Barakallahu fikum. E kupton? Prandaj do thonë kjo ka ardhur këtu në transmetim që Ebu Bekri radiallahu anhu e ka dhënë porosin Enesit radiallahu anhu të aqen atyre njerëzve, që këtë Ebu Bekri radiallahu anhu e ka mësuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Do më thonë, mos me i bashku, se ka njerëz i bashkojnë, do më thonë, që t'japin ma pak zeka. Që me qitë, do më thonë, sa ma pak prej zekatit, por njeriu duhet me i pas frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Do më thonë, pastaj nga 120, i ke bo 120 dele, deri 200 dele, i qitë njeriu 2 dele për zeka. 2. Do thonë, nga 121 deri 202. Do thonë, a i ke 130, a i ke 150, a 70, a 90, 199, 200, 2 dele. Kure arrin numrin 201 dele, atëherë duhet, do më thonë, 3 dele me i qitë për zeka. Kjo vlen deri numrin 300. Do thonë, i ke 201 koka të deleve, ose 300, ose 250, 270, duhet, do më thonë, 3 dele me i qitë për zeka. Mas numrit 300, atëherë për çdo 100 ka 1 dele plus shtohet. Do më thonë, i ke tash 301 dele, deri numrin 400, i qitë 4 dele. Kur e kalon 401 deri 500, i qitë 5 dele. Kur e bon 501 deri 600, 6 dele. Do thënë, çdo 100 atëherë shton ka një dele. Nëse është diçka brenda, e tham, do thënë, ajo bazohet te ajo e para, do më thonë. Si është këtu, do thënë, 201 deri 300, e qitë, do më thonë, i qitë 3 dele. Do thënë, mos e ne tash 301 deri 400, i qitë, do më thonë, 4 dele. Nëse i ke 360, 370, 399, pra janë 4 dele mbesin. 401, 450, 470, pra do më thonë janë 5 dele. Edhe, duhet robi do më thonë, ke frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, që mos me bo do më thonë në bashkime ose ndarje. Por, këtu, është përmendur do më thonë të hadithi që çështja është që ato delet, po është edhe kjo vlet për ibil që do shohim edhe në hadithet që do vinë, edhe për lopët, që me qenë do më thonë në saimatun. Atëherë vlen do më thonë këto regula, dhe këto numra do më thonë. Me qenë saima. Çka është saima? Saima është do më thonë, si që thot Imam Ibn Bazi rahimahullah, kur është pyetur në lidhje me këtë çështje, ka thënë devet, delet dhe lopëve u kushtëzohet për dhënien e zekatit të jenë saima. Të jenë saima është kushtëzohet. Do më thonë, çka është saima? Të lënë të kullosin në natyrë. Të lënë të kullosin në natyrë. Nëse njeriu i ushqen ato me ushqim në shtëpinë e tij, në fermën e tij, atëherë për to nuk ka zeqat. Për to nuk ka zeqat. Zekati jepet vetëm për bagëtit që kullosin pjesën më të madhe të vitit, shumicën e tij ose të gjithë vitin në natyrë. Në shkoni kjo dallim do më thonë, nëse do më thonë kullotin ato jashtë në natyrë, ose njeriu duhet me shpenzu do më thonë dhe me i ushqy ato. Kjo ka dallim do më thonë. Edhe dallimi është që, si që thot Shekh Ibn Bazi rahimahullah, që tje do më thonë një pjesa më e madhe të vitit, ose shumica e tij. E thot në vazhdim, nëse gjatë vitit, nëse gjatë shumicës së vitit, ose gjatë gjithë vitit, ato ushqehen me ushqim të pregaditur, do thonë nuk kullosin, atëherë nuk ka zeka për to. As për devet, as për lopët, as për delet. Atëherë pyetësi i bën pyetje Shekh Ibn Bazi duke thënë, a nuk konsiderohen o shejх mall tregti?
Atëra, do të thonë mirë. Nuk është çështja do të thonë e kullotjes edhe kështu me radhë. Po a nuk është ky mall për tregti? Përgjigjja e shehut vazhdon. Përveç nëse pronari i ka për qëllim të tregtisë. Në atë rast, po, nëse ai mban me qëllim tregtar, që me bë tregti, atëherë zekati i tyre është zekati i pasurisë. Jepet zekati i mallrave tregtare kur do kalojnë 1 vjet hënor, mbi to. Ai jep zekatin e vlerës së tyre, jo të kokave të bagëtive, jo të kokave. Do të shkoni tash ka dallim këtu. Vlera, do të thonë, atëherë për ato 200 deve, për shembull, të ne ka ma shumë deve do shta, ose lop, nësi ka për shembull 200 dele, atëherë pyet do më thonë sa koshtojnë këto. A janë 10.000 euro, a 20.000 euro, a 30.000 euro, do thonë sa koshton ajo çmimi, jo në bazë të kokave, i ke 200 ose 300 ose 40 ose 60. Sepse këto do më thonë hynë çështja do më thonë e tregtisë. Do më thonë, thotë Sheikh Ibn Baz rahimullah, ai i jep zekatin e vlerës së tyre. Sepse në atë rast ato konsiderohen mall për tregti. Edhe nëse ai i ushqen në shtëpinë ose fermën e tij. Edhe nëse do më thonë ai shpenzon do më thonë dhe i ushqen ato do më thonë në shtëpinë e tij. Dhe ky kushti që me qenë se ima, do më thonë që kullosin në natyrë, është mendimi do më thonë i gjumhurve të djetarve. Do më thonë Ahnaf, Shafi'ia dhe Hanabila. Këto tri medhhebe e kanë mendimin do më thonë se është kusht do më thonë që ato pjesën më të madhe të vitit të kullosin do më thonë në natyrë. Atëherë vlen do më thonë kjo çështja e ndarjes do më thonë këtu. Për ndryshe do më thonë na kthehet çështja do më thonë te mall për tregti. Malikit, medhheb Maliki, nuk e kanë këtë kusht ata. Për ata do më thonë është njësoj. A e ushqen ti të lidhur në shtëpinë tënde, ose ajo kullot jashtë shtëpisë do më thonë në të gjitha hynë do më thonë basta asaj që është përmendur në këtë hadithin e Abu Bekrit radiallahu anhu. Kjo sa e përket do më thonë dallimit kur është do më thonë që kullot jashtë shtëpisë në natyrë, pjesën më të madhe ose gjithë vitin dhe pjesa do më thonë kur njeriu duhet me shpenzu për ato dele, për ato deve kështu me radhë. Atëherë dallon do më thonë çështja. Dallon çështja. Pastaj hadithi i radhës 569 عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم رواه أبو داود. Këtë hadith që Amr ibn Shuaibi nga babai i tij, nga gjyshi i tij, nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zekati i tyre, do të thonë zekati muslimanëve, nuk merret as nga ato bagëtit ose ato kafshët që janë për gjuajtje, e as ato kafshët do më thonë që nuk lëvizin, do të thonë që janë të pengume, të hendikepume. Nuk merret do më thonë për ato zekat. Dhe zekati mirret do më thonë në shtëpinë ose në vendin ku jeton ose ku i mban pronari bagëtit kafshët e veta. Edhe kjo është nga drejtësia e Islamit. Do thonë jo ai, sepse ai e thamë në fillim, nga kategoritë që u takon një pjesë të zekatit janë ata do më thonë që angazhohen me mbledhjen e zekatit. Prandaj ky mbledhësi i zekatit duhet të angazhohet që ai me shku do më thonë te vendi ku janë muslimanët me pasuritë e tyre, me kafshët e tyre, me bagëtitë e tyre, e jo që ata për shembull i kaj 500 dele edhe t'ja sjell aty në qytet përpara që ai me pas a dele i ka. Se kjo është domethënë, siç e thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, kjo është domethënë vështirësi për ata.
që me t'i sjell domethënë në qendër qytetit. Do shta ajo është qenë në mal, në për kodrat e kujt i larg domethënë, e tash me t'i sjell poshtë 1000 dele për shembull, ose 2000, ose 5000 dikush ka. Është domethënë vështirësi dhe ngarkim. Prandaj ai domethënë shkon te vendi ku jetojnë muslimanët, edhe ku është domethënë njeriu me pasurinë e tij. Edhe është hadithi tjetër domethënë që e transmeton Abdullah ibn Amr ibn Az radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال tu'khadhu sadaqatul muslimin ala miyahihim. Domethënë zekati i muslimanëve merret në vendet e kullotjes dhe ujitjes së tyre. Domethënë vendet e kullotjes, vendet domethënë ku jetojnë ato kafshat, ku qëndrojnë zakonisht. Jo çaj me gjithë ato kafshat dhe bagëtit që i ka me ta sjell në fshat poshtë ose në qytet me t'i sjell. Po ai i cili është e ka marrë këtë detyrë, ja ka dhënë pushtetari këtë detyrë mbledhjen e zakatit, ai duhet domethënë të angazhohet edhe me shku në atë vendin edhe me pa domethënë në aty situatën në vend. Edhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se hadhihi hiya sunnah. Kështu është sunneti domethënë. Që mbledhësi i zakatit ai me shku domethënë atje. Jo ata t'ia sjellin atij domethënë në qytet ose në ndonjë vend, kudo qoftë. Sunneti është domethënë kështu, si ka vepruar domethënë pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe sahabët ridwanullahi alayhim. Pas këtij hadithit përmend Sheikh Zejdi rahimahullah 4 kushtet të zakatit që duhet të plotësohen që të mirët për atit personit zakati, ose të pranohet për atit personit zakati. Kushti i parë, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, është çështja e islamit, që me qenë musliman. Për ndryshe domethënë prej qafirit nuk pranohet, sepse i mungon atit baza e bazave. Domethënë që zakati mirët domethënë nga muslimanët. Kjo është kusht domethënë që me qenë musliman, është kusht. Prej qafirit nuk merret zakat. Nuk merret zakat se ai domethënë i mungon, sepse kur ta shohim hadithin e Muadhit radhiyallahu anhu, çka i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam? Gjë e parë që do i thrasish ata është çështja me dëshmu domethënë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa taala dhe se unë jam i dërguar i tij. Domethënë, kjo është çështja e parë. Pastaj nëse ata të binden ty, domethënë ta pranojnë këtë çështje, atëherë kalon domethënë në çështjen e dytë, në namazin. E pastaj kalon edhe në çështjen e zakatit. E dikush nëse i mungon shtylla e parë e islamit, dy dëshmit, atëherë domethënë nuk pranohet zakati prej tij. Kjo është kushti i parë. Kushti i dytë, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, që personi të jetë i lirë. Domethënë, ai i cili është pron të dikujt, me mluk, ai nuk ka pasuri. Ai në vete është pron të dikujt tjetër. Ai është, domethënë, në vete, ai është pron të atij tjetrit, të pronarit vet. Atëherë, është kusht domethënë që njeriu që t'i mirë zakati me qenë domethënë i lirë. E qenë domethënë njeri i lirë. Kushti i tretë plotësohet domethënë nisabi. Domethënë ajo sasia minimale e pasurisë. Siç e tham domethënë te delet 40 dele, te devet 5 deve, te lopët 30 e sipër, domethënë edhe do shohim tash te dinare, dirhem e kështu me radhë, domethënë të plotësohet ajo sasia minimale e pasurisë. Kushti i katër është kushti domethënë që pasuria me të vërtet të jetë në posedimin e personit. Edhe këtu se prandaj duhet t'i mësojmë këto gjëra, janë shumë me rëndësi t'i mësojmë, t'i kuptojmë se për shembull vin pyetje, filani mi ka borxh parat. A duhet me dhënë për atë borxhin që ma ka zaka? Kjo pyetje vjen shpesh domethënë. Dietarët bëjnë dallim domethënë nga borxhi që ti mendon se ai me vërtet ta kthen në atë afatin të caktuar që e keni bërë, dhe nga borxhi domethënë që ti ke hup shpresat. Se ai njëri një filan nga aty vendi ka thënë, do ja kthej borxhin në 30 shkurt. I ka thënë një selam një vllajt, a është ashtu?
barakallahu fikum, i ka thënë domethënë do thuj atit ja kthej borxhin në 3 vjetin shkurt. Domethënë me fjalë tjera asnjëherë. Kjo është përgjigjja domethënë e kësaj. Me fjalë tjera asnjëherë domethënë s'ia kthej. Atëherë këtu domethënë e hupti shpresën në çaj ta kthen atë borxhin. Ama nëse është njëri domethënë serioz që të ka marr borxh domethënë, po në atë fatin ose doshta edhe pak më u vënu, po ta kthen borxhin, atëherë për ato para duhet me dhënë. E nëse domethënë hupet kjo istiqrar el milk. Istiqrar el milk domethënë që tihet domethënë pasuria e qëndrueshme dhe sigurt. Atëherë domethënë nëse plotësohet, jepet. Nëse nuk plotësohet domethënë atëherë nuk plotësohet një kusht. Pre kushteve domethënë që të pranohet ose të mirët domethënë në zekati. Pastaj hadithi i radhës që përmend Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah këtu, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. Në këtë hadith ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, muslimani nuk e ka për detyrë me dhënë zekat për robin e tij dhe për kalin e tij që posedon. Do të thonë për kalin që posedon ai, do të thonë për punë private, për transport e kështu me radhë, nuk është domethënë nuk ka domethënë sadaka. Për vetëm se thotë Sheikh Zeidi rahimullah përmend këtu çështjen domethënë, nëse ai blen kuaj që me boshit blerje dhe tregti, atëherë domethënë nuk është çështje që përdorimi privat, po këtu hyn çështja domethënë e tregtisë dhe shitblerjes. Atëherë duhet domethënë në bazë të vlerës që i kanë ato kuaj, me qitë domethënë në zekatin. Por, fillimisht domethënë nuk ka, si ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, sepse edhe atë robin që e ka, është domethënë, siç e thotë Sheikh Zeidi rahimahullah, ajo është i menduar, ose i përgatitur, ose sinimi i tij është domethënë, që me i shërby domethënë zotrisë së tij. Që me i shërby domethënë zotrisë së tij. Dhe në rivajetin e Muslimit, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, lejse fil abdi sadaqatun illa sadaqatil fitr. Domethënë, nuk duhet me dhënë për robin sadaka, për vetëm se sadakaja e fitrit. Domethënë, sadaqatul fitr qitet për robin që e ke në shtëpi. Nëse ndodh që e ke domethënë, atëherë kur vjen domethënë e numëron në atë. Për shembull, nëse ti familja yte, bashkëshortja dhe 4 fëmijë, 6, për shembull. Edhe atë robin domethënë 7. Atëherë për 7 persona domethënë e qit zekatul fitr. Zekatul fitr. Kjo për zekatul fitr. Kurse zekatul mal nuk ka domethënë. Pastaj hadithi i radhës, që është nga Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi, ku përmendet çështja e deveve, dhe çështja ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa shatra malihi azmatun min azamati rabbina azza wa jal laysa li ali Muhammadin sallallahu alayhi wasallam minha shay. Këtu këtë hadith e ka sjell Ibn Abdul Hadi rahimahullah për ata njerëz domethënë që refuzojnë ta qisin zekatin. A kuptoni? Refuzon domethënë, nuk do. Kundërshton. Këmbgul domethënë në mosdhënien e zekatit. Atëherë këtu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, pushtetari jo vetëm që ja merr atë zekatin që duhet me e dhënë, po bile edhe gjysma e pasurisë së tij. Po edhe gjysma e pasurisë së tij. Edhe donjëherë më pak, sipas domethënë na vlerësimit nga ana e pushtetarit domethënë. Domethënë edhe gjysma i merret. Kjo si dënim domethënë atëherë, sepse ai ka refuzu, ka kundërshtuar me çit zekatin. Atëherë si dënim domethënë i mirret ajo, edhe plus si dënim domethënë si pasojë të asaj, edhe domethënë në gjysma e pasurisë.
Dhe kjo është, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, një vendim nga vendimet e Zotit ton Azza wa Jall. Dhe prej asaj, prej lëmoshës dhe zekatit, nuk i takon familjes së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam asgjë. Do të thonë nuk është diçka që familja e pejgamberit alayhi salatu wasallam atëherë përfiton ajo më shumë. Jo. Nuk i takon me marr familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një gjë e tillë. Edhe kjo prap duhet me na shty me mendu, domethënë. Se ti duhet të jesh i bindur se ky Islam është e vetmja e vërtetë, domethënë. Jo nesër, domethënë, sa herë fryn frima, domethënë, edhe ku e di çfarë sene, edhe ti ndryshon, domethënë. Ti nuk je i bindur, domethënë, atëherë. Ti s'qen ka i bindur. Ti kur bindesh, domethënë, s'ka alu hatje pastaj. Si ka thënë ai Heraklios, Abu Sufjanit radhiyallahu anhu, kur hyn prej ata dikush, prej ata muslimanët të parë në Mekë, a bëhet renegat, a e lën fen, a e braktis, me gjitha ata torturat që i përjetojnë. Jo ka thënë. Jo ka thënë, nuk luhasin, bile edhe ma të fuqishëm edhe ma të fortit për ditë bëhen. Ka thënë, kjo është besimi i vërtet. Kur kap vend në zemër, së ne luish atë mo. Kështu duhet, domethënë. Edhe ti duhet ta kuptosh, domethënë, shiko, secili sharlatan dhe gënjeshtar dhe mashtrues, ai vetë don me përfitu, vetë don me u pasurua, është ashtu. Këtu thot pejgamberi alayhi salatu wasallam për familjen e Muhamedit dhe Muhamedin alayhi salatu wasallam nuk ka asgjë për kësaj pasurie. E kuptoni domethënë ku duhet ali ose se kuptoni barakallahu fikum. Se këta domethënë krejt njerëzit tjerë domethënë. Ai duhet vetë pasurohet, vetë me përfitu. Jo me dhënë fund termoni sa termoni dhun mu asnjë sen. Ju me kjo domethënë ky nuk mundet me flet nga vetvetja domethënë. Kjo është pallje nga Zoti i tij. Se kjo është ajo domethënë ideja e njerëzve kur bëhen udhëheqës, kur dalin dhe shpallin sekte dhe fe të reja dhe ku di çfarë sene gjëja domethënë mashtrime, ai vetë domethënë themeluesi, ai don me përfitu sa më shumë dhe pasardhësit e tij. Këtu thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, as për mua, as për familjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Atëherë domethënë e para punës, këtu nga ky hadith mësojmë dhe përfitojmë, ai që refuzon me qitë zakatin, i merret me forcë. Këtë e bën domethënë shteti, organet kompetente. Dikush mundet me thonë do një Schlauberger kështu, do një që e man vetën shumë të inteligjente kështu, gjermanisht përdoren një fjalë, jo po si ka mundsi kjo. Jo ka mundsi këto rregullat e këtyre shteteve, a nuk bën konfiskimi i pasurisë? Ta konfiskon pasurinë. A? Nëse dikush bën dallavera, sidomos në Zvicër, Gjermani, ajo me mashtru tatimet e kështu, është ndoshta për ata më e keqe se sa me vrani njeri. Po. Kjo është realitet, domethënë, për ata domethënë është më e keqe, më krimi më thosh me mos me deklaru tatimin, se sa shumë gjëra tjera domethënë që janë shumë më të mëdha. Se me vradi kën atje, shkon në për psikiatri, qesin në ismur, qesin kështu, 3-4 vite edhe del pastaj. Ama kështu domethënë ta shkatron gjithë jetën, nëse bën mashtrime në tatimet e kata. Prandaj domethënë ai që nuk e qit zakatin me dëshirën e tij, atëherë shteti, organet shtetërore, kompetente, jo ti personali që shkon aty ja kërkon. Barakallahu fikum, këtë Islami nuk e toleron. Po janë organet kompetente që janë domethënë të caktuara nga pushtetari. Ja merr. Po nëse ai tjetri lufton, mundet me luftu, ta qit armën për shembull. Atëherë pushtetari e lufton atë me ushtri. E lufton pushtetari. Sikur se ka vepruar Abu Bekri radhiyallahu anhu. Abu Bekri i luftoi. I luftoi ata që nuk deshin me qit zakatin. E nëse e mohon obligueshmërinë e zakatit, ajo është kafir. Nëse e mohon, thotë jo, kjo s'ka bazë, nuk është prej fesë, nuk ka zakat, atëherë ky njeri është kafir. Pasi domethënë ti sillën argumentet nga Kur'ani, nga Sunneti dhe kupton, atëherë domethënë ky njeri ka dalë prej fesë. Sepse ai e mohon një shtyllë prej shtyllave të Islamit. Edhe ka dallim domethënë që s'do me e qit zakatin, ndoshta, se është koprac për shembull,
edhe e mohon obligueshmërinë e zakatit. Tu duhet me bë dallim ti domethënë. Prandaj kanë thënë dietarët domethënë çështjen e tekfirit e kështu me radhë janë çështje që janë për dietarët domethënë. Se dosha ti shkon aty, ai s'do me ta qit zakatin, jo e mohoj ai zakatin. Unë ja kërkova, unë e kështu, unë ashtu. Edhe që njeriu qafir. Ai po është mëkatar. Është gjinahçar, ama nuk e ka mrit çështjen e kufrit. Kjo ka shumë dallim. Kjo ka dallim me qenë mëkatar dhe me dalë në kufër. Prandaj barakallahu fikum, kërkoj domethënë me pas kuptim dhe me pas domethënë në kujdes. Pastaj hadithi i fundit për sonte bi'idhnillahi ta'ala është hadithi i Aliut radhiyallahu anhu, an Ali radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam قال: فإذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف الدينار فما زاد فبحساب ذلك. Ky hadith i cili transmeton Aliu radhiyallahu anhu nga pejgamberi alayhi salatu wassalam se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam ai i cili posedon 200 dirhem. 200 dirhem domethënë janë ata nga argjendi domethënë. 200 dirhem. Kush i ka 200 dirhem dhe kalon viti domethënë dhe i ka pas ato gjatë tër vitit ose është shtu edhe më shumë, ama 200 nuk është zdryp domethënë, atëherë duhet me dhënë domethënë 5 dirahim, 5 dirhem. Domethënë 1/40 ose 2.5 ndryshe. Po nëse i ndan domethënë tash 200 pjesëtim për 40, atëherë i bin domethënë në 5. Atëherë i bin domethënë 5. Dhe hadithi vazhdon dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe nuk ke asnjë far obligim në lidhje me arin derisa ti bësh 20 dinar. 20 dinar do të thonë për arit. Nëse i ke 20 dinar dhe i ke ato gjatë tër vitit, atëherë duhet me dhënë nisfu dinar, gjysma e dinarit. Gjysma. Sepse po i ndajte 20, pjesëtim për 40, 20, pjesëtim për 40, gjysma do më thënë. Gjysma. Se 20 pjesëtim për 20, 1. Ama 20 pjesëtim për 40, gjysma e dinarit do më thënë. Gjysma e dinarit. E tash, djetarat e islamit barakallahu fikum, që me ta bo ty dhe mu ja kerim akramakallah, me ta bo ty dhe mu malet fejnë edhe ta kuptojsh edhe ta kesh të gatshme, kur i kanë mri do më thonë ato dinarat dhe dirhemat para që i kanë përdor sahabat edhe selefët, kanë ardhë edhe i kanë matur do më thonë sa pesh kanë ata. Edhe prandaj ta zhvim do më thonë kur themi te ari 595 gram. Se i kanë mora ata 200 dirhama, edhe i kanë mat, edhe i ka qit te vaga, te peshorja, 595 gram deri 600 gram. Do më thonë, atër i bie do më thonë që një dirhem i ka 2.975 gram. Një dirhem, 2.9 për shembull, 2.9, mos e bëjmë tash, ose 3 gram ti themi. Kur i bon do më thonë ti 200 her 3 gram, i qytë 600 gram do më thonë. Ose nësi bon 2.975, atër dalin do më thonë 595. Do thonë e kuptoni si kanë, se dikush mundet me pyet do më thonë, si e kanë qytë ata këtë 595, ose tashte ari 85 gram thua, ta është ashtu. Si 85 gram, e kanë marrë do më thonë 1 dinar, edhe kanë venu të peshorja. Edhe ka qitë do më thonë se 1 dinar peshon të peshorja 4.25 gram. Ha? 4.25, Ahsend. Do më thonë 20 dinar her 4.25 bojnë do më thonë 85 gram. Edhe kështu do më thonë, prandaj disa për shembull,
Tash nuk sa më kujtohet domethënë te medhhebi Hanefi është 90 gram duket, me qenë nisabi për te ari, te dinarët. Pse mundet me pas varu, domethënë, mos me qenë e njëjtë, dikush thot 85, dikush 90, dikush më thotë 95. Se shkaku domethënë ndoshta për shembull në Irak ose në atë moment ato dinarat që ai ka pasë, kur i ka mat, ja kanë qitë domethënë 90 gram, 20 dinar. Ja kuptoni domethënë ku mundet, sa ajo është domethënë barakallahu fikum, ai dinari e kanë bën njerëz domethënë me dorë. Nuk ka qenë domethënë me mashinë dhe tamam me mustër e kështu, njeri domethënë nga syni parafrasisht edhe e ka bë prodhimin. E tash mundet domethënë 1 dinar donjëherë me pas 4.30 gram, ose 35 gram, ose 4.10 gram. Ama kjo është domethënë ajo mesatarja, edhe me kaq mjaftohemi, bi'idhnillahi ta'ala do vinë këto çështje tash në vazhdim të librit të zakatit, se çfarë merret përbas pastaj te paret. Se ju nuk keni as dinar as dirhema, po keni parë më duket. Allahu ashtofta. Edhe vash bereqet të gjithëve. Atëherë ku bazohet domethënë? Bazohet parat, të hollat që i kemi sot, bazohen domethënë te ari ose bazohen domethënë te argjendi. Kjo inshallah në mësimet e ardhshme, bi'idhnillahi ta'ala do e sjellim edhe me fjalët të dietarëve. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.